Ndër aktivitetet e organizuara për Javën e Europës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Atyre Humane të Universitetit Fanoli, u zhvillua seminari shkencor me temë Konvergjenca Europiane dhe zhvillimi shoqëror në Shqipëri, qasje ndërdisiplinore në shkencat sociale. Gjatë aktivitetit u theksua roli universiteteve, si qendra të mendimit kritik dhe zhvillimit shoqëror, ndërsa referues të ndryshëm sollën studime dhe analiza mbi ndikimin e proceseve europiane në Shqipëri dhe sfidat që shoqërojnë integrimin europian. Është një aktivitet i përvitshëm që ne bëjmë në kuadër të Javës së Europës, duke sjell një tërësi mesazhesh që i shërbejnë sa politikave që ndiqen në këtë drejtim, aq edhe mundësisë për të bërë pjesë sa më shpejt e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që synimi ynë ka qenë të evidentojmë se cilat janë sfidat dhe se cilat janë mundësitë në këtë hapësirë europiane, ku universitetet kanë një rol kryesor për të ofruar ekspertizën në fusha të ndryshme. Seminari mlodhi pedagog, studiues dhe student, të cilët prezantuan tema që lidhen me sfidat dhe zhvillimet europiane, duke përfshirë inovacionin digjital, shëndetin mendor, trashëgimin kulturore, vetëqeverisjen vendore, politikat sociale, mobilitetin studentor dhe shtetin e së drejtës.